Kryebashkiaku në Itali mori vota falqenit, gjykata e shpalli të vlefshme zbardhet arsyetimi. 3 flet votimi që mbanin emrin e qenit të tij u cilësuan të vlefshme në favor të kryetarit të bashkisë së Porto Virus në Itali. Gjykata administrative Venetos ka rrëzuar ankesën e paraqitur nga kandidati i dytë në zgjedhjet lokale Stefano Permunian, duke konfirmuar fitoren e Mario Mantovan si kryetar bashkie e qytetit Porto Viro. Në qendër të debatit kanë qenë fletët e votimit, ku ishte shkruar emri Tor, emri i qenit Mantovan. Në total këto flet sollën 7 vota vendimtare për fitoren e tij në zgjedhjet e mbajtura në maj. Sipas gjykatës, emri i qenit i shkruar nuk përmban një tentativë për të shenjuar votën apo për të identifikuar votuesin, por përkundrazi është një mënyrë për të shprehur mbështetjen ndaj kandidatit. Sipas gjykatës, qeni ka qenë pjesë e aktiviteteve të fushatës Mantovan, duke marrë pjesë në evente publike dhe duke u shfaqur në rrjetet sociale së bashku me kandidatin. Gjykata vlerësoi se emri i qenit nuk është një element që e kompromenton vlefshmërinë e votës, por përforcon qëllimin e votuesit për të zgjedhur pikërisht atë kandidat. I vetmi aspekt që nuk u trajtua nga gjykata ishte prania Mantovan pranë qendrave të votimit ditën e zgjedhjeve. Ligji kërkon që kandidatët të qëndrojnë të paktën 200 metra larg, por kjo, sipas gjykatës, është një çështje penale dhe nuk hyn në jurisdiksionin administrativ. Përfundimisht, nuk do të ketë asnjë anullim votash dhe as përsëritje zgjedhjesh. Fletët ku ishte shkruar emri i qenit apo Mario Vigile, referencë për pozicionin e mëparshëm të Mantovan si drejtuesi policisë bashkiake, janë konsideruar të vlefshme.